Në 2023-shin, mësoj rastësisht nga një shef komisariati që krimet tek meshkujt adoleshent ishin rritur si kurrë më parë. Unë fillova drogën që 11 vjeç. I ka i shgënjur, domethënë edhe u mërzita dhe nga kjo mërzitja ime unë thjesht fillova dhe të rebelohesha deri diku. Ishit të dy po hanin mëngjes. Me kujton atë moment? Ishte një moment sikur më ra bomba. Të shikosh të djemë që bëjnë të fortin, po në fund fare kanë atë nevojë njësoj si gjithë ne, kemi vëmendjen, kemi atë afeksionin, atë dashurinë. Kur djem keq me thënë drejtën, nuk është se flas me njëri. Pse është kaq i vështirë? Të gjykohen. Fëmijët të rritur nga nëna single janë më të rrezikuarit çunat që të bëhen problematik. Në anën tjetër është një baba që nuk kujdeset gjithmonë, vjen një herë në 3 muaj dhe kërkon llogari, që nuk kujdeset të merret me këtë djalë 13 vjeçar. Ushqyeset më të mëdha të patriarkalizmit janë gratë, nënat. Mami e mbani të kundërtën. Tha, "Okej, ka qenë koha atëherë, po tash ne du të ndryshojmë." Ti është burr, do të thotë që femrën ta trajtosh me respekt,